rezultatit nuk u shtyp duke qenë se kemi një angazhim shumë të rëndësishëm javës tjetër në ndeshjen e kthimit në Kipër. Sa kohë kemi që punojmë bashkë, ti gazetar, unë trajner. Mbaj mend që një 20 ca vjet më parë. Tash ta bëj pyetjen unë, mundet të bëj në shtyrje ndeshje sepse është play-offi i Conference Ligës edhe mund na jepshi mundësi që ta bënim këtë ndeshje më vonë. Si rezultati i asaj që nuk u bë shtyrja dhe nuk po diskutoj arsyet e ku diun se çfarë, por ishim detyruar që t'i miksonim këto të dyja ndeshjet, edhe ndeshjen e sotme me Vorën edhe mbanim një farë rezerve edhe për ndeshjen e Tentës. Natyrshëm që e startuam ndeshjen vetëm me 2 lojtarë të formacionit, bashkë me Teqen 3, me Alin edhe me Vilën edhe Teqa. 8 lojtarë tjerë ishin lojtarë që nuk kanë luajtur asnjëherë bashkë, një pjesë kanë ardhur edhe më mbrapa, që do të thotë nuk është faji atyre, sepse janë lojtarë që Dinamo ne i kemi në pjesë e kontingjentit dhe janë lojtarë të rëndësishëm, por që ti marrësh gjithë bashkë dhe ti fusësh një ndeshje me një rotacion me 8 veta, edhe ato nuk e kishin bërë. Ne marrim, po themi, dy çiftin tonë më të mirë të mbrojtjes, Dita dhe Ali, nuk luajtën bashkë, ku dihet që ne ndërtojmë goxha nga poshtë lojën edhe të dy janë lojtarë që japin një ndërtim nga poshtë goxha të sigurt lojës tonë. Njëri luajti pjesën e parë, njëri luajti pjesën e dytë. Kështu që në këtë lloj miksimi, unë e thash dhe në këtë lloj çorbe, do presësh vetëm nga çfarë mund të prodhojnë në jo ajo që quhet manovër, por situatat të veçanta, por që edhe ne kishim rastet tona, sepse kishim me Manellarin në fillim fare dhe me Jamesin në pjesën e parë. Kishim 2 raste me Farukun përballë me portierin që sidomos ai pari sa filloi pjesa e dytë që mund ta kishte ndryshuar rezultatin, sepse nëse do kishim shënuar një gol dhe kundërshtari nuk do mbronte më vetëm në gjysmëfushën e vet, po do kalonte tranzicione dhe mund të lete edhe hapësira më të mëdha. Kështu që kemi ndërtuar diçka në pamundësi që t'i japim prioritet një rasti që nuk vjen shpesh për ekipet shqiptare, që është pjesëmarrja në play-offin e Conference Ligës. Kështu që menduam që të bënim këtë lloj rotacioni që të kishim edhe energji pak, sepse edhe po të kisha fut lojtarët e formacionit nuk është se do kishin shumë energji, se para 2 ditësh, gati 72 orësh, kanë bërë një ndeshje shumë me intensitet, siç është kundra Pafosit. S'kemi çfarë bëjmë, nuk i ndryshojmë dot në 2026-ën vendimet që merren. Do vazhdojmë të ecim përpara, do shohim rrugtimin tonë edhe do vazhdojmë të ecim përpara. Ju urojmë sukses. Faleminderit.